kur heshtja flet më fort se pranimi, në shtëpinë e Big Brotherit, ndjenjat nuk mungojnë. Ato thjesht mohohen. Dhe ndonjëherë, mohimi bëhet më i zhurmshëm se çdo deklaratë dashurie. Kjo është historia e një ndjenje që nuk u tha kur me zë të lartë, por që u pa, u ndje dhe u vu në qendër të debatit nga dikush tjetër. Klodi nuk e pranoi kurrë se e donte Elionën, jo sepse nuk ndjente asgjë, por sepse pranimi në një ambient ku çdo dobësi kthehet në narrativ publike është rrezik. Pranimi është dorëzim i kontrollit. Dhe Klodi ishte mësuar ta mbante kontrollin përmes arsyes, qetësisë dhe ndryshimit të temës, sa herë që biseda afrohej te ndjenja. Ai largohej. Jo fizikisht, por mendërisht. Ndëronte drejtimin e fjalës, e bënte bisedën praktike, neutrale, të sigurt. Sepse aty ku ka siguri, nuk ka ekspozim, por Eliona nuk ishte neutrale, ajo nuk kërkonte deklarata të mëdha. Nuk kërkonte premtime. Kërkonte njohje. Që ajo që ndjente të mos trajtohej si keqkuptim, si dram, si diçka që po e merrte shumë seriozisht. Dhe kur kjo njohje nuk vinte, lotët u bën gjuhë, një grua po qante për Klodin, jo sepse ai ishte i keq, por sepse ishte i mbyllur. Sepse refuzimi i ndjenjës së vet shpesh shndërrohet në refuzim të ndjenjës së tjetrit. Dhe kjo lëndon më shumë se një jo i qartë, Limi e pa këtë. Në Big Brother, Limi shpesh luan rolin e atij që thot atë që të tjerët shmangin. Dhe kësaj here, ai nuk foli për lojë. Ai foli për përgjegjësi emocionale. Ti, Klodi, i tha, një femër qan për ty dhe ti ndëron temë. Nuk flet. Kjo fjali nuk ishte akuzë. Ishte pasqyrë, sepse Limi nuk po e detyronte Klodin të pranonte dashurinë. Ai po e ftonte të pranonte realitetin, që ndjenjat e Elionës ishin reale dhe meritonin përgjigje. Jo domosdoshmërisht po, por të paktën prani, eseja e këtij momenti nuk është për romancën. Është për mohimin emocional. Për frikën që kanë shumë njerëz nga fjalia po ndjej diçka. Sepse ajo fjali hap derën e cenueshmërisë. Dhe cenueshmëria në një ambient konkurrues shihet si dobësi. Klodi nuk ishte indiferent. Indiferenca është e ftohtë. Ai ishte i mbrojtur. I ndërtuar mbi bindjen se nëse nuk e emëron ndjenjën, ajo nuk ka fuqi. Por ndjenjat nuk zhduken kur nuk emërtohen. Ato thjesht gjejnë rrugë të tjera për të dalë, në lot, në tension, në përplasje. Ndryshimi i temës është një strategji mbijetese. Shumë njerëz e përdorin. Sepse të flasësh për ndjenjat kërkon të pranosh se mund të lëndohesh. Dhe për disa, kjo është frika më e madhe. Eliona, nga ana tjetër, ishte në anën e kundërt të këtij ekuacioni. Ajo kishte folur. Kishte shprehur. Kishte hapur veten. Dhe kur përballë kishte heshtje, ajo heshtje u bë e padurueshme. Sepse nuk ishte qetësi, ishte shmangje. Limi, duke ndërhyrë, nuk po e merrte rolin e gjykatësit. Ai po e shprehte diçka që shumë e mendonin, por nuk e thoshin, që ndjenjat nuk janë temë që mund të kapërcehen pa pasoja. Që të ndëron temë kur dikush qan për ty, është zgjedhje. Dhe çdo zgjedhje ka peshë. Në shtëpi, ky moment u përjetua ndryshe nga secili. Disa pan Klodin si të ftohtë. Disa si të matur. Disa si të friksuar. Dhe ndoshta të gjitha këto ishin të vërteta njëkohësisht. Sepse njerëzit nuk janë një-dimensionale, eseja nuk kërkon ta dënoj Klodin për mospranim. Askush nuk është i detyruar të dojë. Por është thirrje për përgjegjësi emocionale, që nëse dikush qan për ty, minimumi është ta dëgjosh. Ta pranosh ekzistencën e ndjenjës, edhe nëse nuk e ndan. Big Brotheri, në këtë rast, shfaqi një realitet të zakonshëm jashtë mureve të tij. Shumë marrëdhënie nuk dështojnë nga mungesa e ndjenjës, por nga mungesa e komunikimit të ndershëm. Nga frika për të thënë nuk di çfarë ndjej, që shpesh është më e sinqertë se çdo maskë qetësie. Pas fjalëve të Limit, heshtja e Klodit nuk ishte më neutrale. Ajo u bë e dukshme. Dhe ndonjëherë të bëhesh i dukshëm në heshtjen tënde është hapi i parë drejt përballjes me veten. Eliona nuk ndaloi së ndjerë. Por ndoshta filloi të kuptoj se nuk mund të luftoj vetëm për një ndjenjë që duhet të jetë e dyanshme. Dhe kjo është një nga mësimet më të vështira, që dashuria nuk kërkohet, nuk nxirret me forcë, nuk negociohet me lot. Në fund, kjo histori nuk ka përfundim të qartë. Sepse shumë ndjenja mbeten pezull. Por ka një të vërtetë të fortë, heshtja nuk është neutrale kur dikush po vuan. Ajo është zgjedhje. Dhe zgjedhjet në Big Brother si në jetë, flasin më shumë se fjalët.
Bërtitja e Elionës nuk ishte shpërthimi i çastit. Ishte fundi i një grumbullimi të gjatë. Në Big Brother, askush nuk shpërthen papritur, njerëzit thjesht arrin pikën ku nuk munden më të mbajnë. Dhe ajo fjali, e thënë me zë të lartë, unë nuk kam ngel me kap primin me ty, nuk ishte thjesht refuzim. Ishte çlirim nga një barë që i ishte vendosur pa e kërkuar. Eliona nuk po fliste vetëm me Claudin. Ajo po fliste me një ide. Me idenë se çdo marrëdhënie brenda shtëpisë duhet të ketë një qëllim të fshehtë, një kalkulim, një interes. Me idenë se afërsia duhet të shërbejë për lojë. Dhe ajo, në atë moment, e refuzoi këtë narrativ. Ne nuk kemi nevojë të kuptojmë njëri tjetrin, i tha ajo. Një fjali që në vesh të parë tingëllon si dorëzim. Por në thelb, ishte një akt vetëm mbrojtjeje. Sepse kur përpiqesh gjatë të shpjegosh veten dhe nuk dëgjohesh, vjen një moment kur ndalon së shpjeguari. Claudit kjo fjali ju duke pa drejtë. Sepse ai mendonte se kishte dëgjuar. Se kishte qenë i hapur. Se kishte bërë përpjekje. Por këtu qëndron paradoksi i madh i komunikimit. Të dëgjosh nuk do të thotë gjithmonë të kuptosh. Dhe të kuptosh nuk do të thotë gjithmonë të pranosh. Eliona vazhdoi. Unë ju kuptoj shumë mirë. Ju nuk po më kuptoni. Ky ishte thelbi i gjithë konfliktit. Ajo ndjente se ishte ajo që lexonte situatat. Që kuptonte nën tekstet, që shite frikërat dhe interesat e të tjerëve. Por ndjente gjithashtu se askush nuk po bënte të njëjtën për të. Eseja e këtij momenti nuk është për atë se kush ka të drejtë. Është për pabarazinë e dëgjimit. Për mënyrën se si disa njerëz detyrohen gjithmonë të kuptojnë, të adaptohen, të shpjegojnë, ndërsa të tjerët presin të kuptohen pa bërë të njëjtën përpjekje. Eliona ishte e lodhur nga roli i përkthyeses emocionale. Nga ideja se ajo duhej të gjente fjalët e duhura që të tjerët të mos ndiheshin të kërcënuar. Në Big Brother, kjo lodhje shumë fishohet, sepse nuk ka ikje. Nuk ka hapësirë për t'u qetësuar larg. Bërtitja e saj nuk ishte agresion, ishte sinjal. Sinjal se kufiri ishte arritur. Se durimi kishte mbaruar. Dhe se të vazhdoje të flisje qetë do të thoshte të vazhdoje të mos dëgjoheshe. Claudin e vuri në mbrojtje. Jo sepse donte konflikt, por sepse u ndjej akuzuar për diçka që nuk mendonte se e kishte bërë me qëllim. Këtu lind një tjetër problem i madh i marrëdhënieve njerëzore, ndikimi pa qëllim. Njeriu mund të lëndoj pa dashje, por kjo nuk e zhduk dhimbjen e tjetrit. Në shtëpi, të tjerët dëgjonin. Disa u ndjen të përfshirë. Disa u distancuan. Sepse konfliktet e tilla janë pasqyra, secili sheh veten aty ku i dhem më shumë. Disa u identifikuan me Elionën, me lodhjen e të shpjeguarit. Disa me Claudin, me ndjesinë se po keq kuptohesh edhe kur mendon se po bën më të mirën. Eseja na detyron të ndalemi te një pyetje e vështirë. A kemi detyrim të kuptojmë njëri tjetrin gjithmonë? Apo ndonjëherë kemi të drejtë të themi mjaft? Shoqëria shpesh na mëson se komunikimi zgjidh gjithçka. Por rrallë flet për rastet kur komunikimi bëhet barë për njërin palë. Eliona nuk po kërkonte fitore. Ajo po kërkonte pushim. Pushim nga shpjegimet. Pushim nga analiza. Pushim nga përpjekja për të bërë e qartë në një ambient që ndonjëherë nuk dëshiron qartësi, por narrativ. Big Brother është laborator social. Dhe ky moment tregoi se lodhja emocionale është po aq reale sa lodhja fizike. Se njerëzit nuk shpërthejnë sepse janë të parsyeshëm, por sepse janë të mbingarkuar. Pas debatit, fjala mbeti pezull. Nuk pati pajtim të menjëhershëm. Nuk pati përqafim. Dhe ndoshta kjo ishte më e ndershme. Sepse disa gjëra nuk zgjidhen me një bisedë. Ato kërkojnë kohë, distancë dhe, mbi të gjitha, gatishmëri për të dëgjuar pa u mbrojtur. Eliona u tërhoq jo si humbëse, por si dikush që kishte thënë të vërtetën e saj. Claudin mbeti duke reflektuar, i vendosur përballë faktit se qëllimi i mirë nuk garanton gjithmonë mirëkuptim, dhe publiku, si gjithmonë, u nda. Sepse kjo histori nuk kishte heronj apo fajtor të qartë. Kishte vetëm njerëz të lodhur, duke u përpjekur të kuptohen në një vend që e bën keqkuptimin të pashmangshëm. Në fund, ky moment na kujton diçka të thjeshtë dhe të vështirë njëkohësisht. Të kuptosh ditë nuk do të thotë ta korrigjosh. Do të thotë ta dëgjosh pa e përkthyer menjëherë në versionin tënd. Dhe ndonjëherë, kur kjo nuk ndodh, zëri ngrihet. Jo për të sulmuar, por për të mbijetuar.